kur ke ndjesi të keqe, çfarë duhet të bëjmë? Të mos I besojmë kësaj ndjesie, por të mbështetemi te Allahu xhalla shanuhu. Ndjesia e keqe është vetëm thjesht vezvese nga shejtani. Nuk ka njeriu parashikime, veç Allahu e din të ardhmen. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar që duhet të mbështetemi Zotit, edhe e ka treguar se disa gjëra për shembull që I ndodhen njerëzve kur I kalon një macë e zezë ose diçka I prenudhën, janë tut para ardhjes së Kur'anit, para ardhjes së Islamit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam I ka ndaluar njerëzit me pas ndjesi të këqija, çka ka më bën nesër, mos po ndodh, çështu mos po ndodh. Çka më bë? Më mbështet Allahu. Më lidh me Zotin. Vetëm Allahu di të ardhmen, vetëm Zoti ka shkruar gjanat, veç Ai mund t'i ndryshoj. Këto maca zez, maca kuqe, e larme, e bardhë, krejt janë pallavra.